Sërish në Galerinë e Arteve, këtë rrallë sonte me një ftesë tjetër nga një artist i cili me artin e tij përfaqëson një vlerë artistike që nuk e hasim shumë shpesh në galeritë tona. Edhe për këtë sonte, jo vetëm për veprën e Sokolit, por edhe për llojin e artit që bëhet, e meriton dhe ju justifikoni shumë mirë me vëmendjen tuaj. Sonte për Galerinë e Arteve është një kënaqësi për me mirëprit jo vetëm një koleg tonin, siç është Sokol Kola, por është një eveniment i cili ka bë, për mendimin tim, ka bë një njërisi dhe një çudi në thojza, dhe kisha thënë, sepse sapo lam pothuajse rezonancën e parafundit valve të çmimit i Dromenut artit bashkohor, dhe në krahun tjetër ne kena një përmbajtje edhe i formë artistike e cila lidhet gjithmonë shumë herë, si thush, me atë që është art tradicional. Dhe vlera e kësaj ekspozite përveç se në lartësinë e vetvetes, sonte galerisë i ka dhënë edhe një vlerë të shtume atë diskutimit mes ndodhive artistike. Dhe kam përshtypjen që publiku në këtë muaj do ketë mundësi me pa nga të dy shfaqjet, dhe për këtë arsye falenderoj Sokolin shumë që na ka dhënë mundësi dhe i farmënyrët po ka përforcuar misionin e galerisë që është ai pikërisht i evidentimit të shprehive artistike. Gjithmonë një rol delikat i cili luhatet mes vizionit që kuratori krijon për ekspozitën dhe sigurisht luhatet pra edhe mes preferencave dhe vizionit që ka vetë autori i veprave. Në këtë sens, puna jeme për hir të zërtecë nuk ka qenë shumë e vështirë këtë rast, sepse Sokoli është një artist i cili kuron me detaje çdo aspekt edhe të postproduksionit, nëse mund ta quaj kështu. Një artist i cili merret që nga shpërndamja e veprave në hapësinën ekspozicionale, mikqyr procesin e ndriçimit, arrin deri aty sa me kuru krejtësisht imazhin grafik të ekspozitës duke dizenjuar posterin dhe ftesat. E në këtë rast roli jem ka qenë më tepër në atë të një konsulentit, një kolegu, dhe bisedat tona kanë qenë debate mes kolegësh se sa kam qenë unë kuratori që ka vendosur pikat me i. Ekspozita sotme është një ekspozitë skulpture, dhe ekspozitat e skulpturës përgjithsisht janë të rralla, e si tilla janë mjaft të çmueshme për komunitetin e vogël të skulptorëve dhe të amatorëve të skulpturës. Si një ekspozitë e formës, pra kjo nafton që kryesisht ne të shijojmë sonte modelimin plastik. Nafton që të shijojmë çështje të tilla profesionale siç janë drithijet, valzimet delikate të formës, trajtimi i sipërfaqeve dhe i frakturave, ekuilibri dhe harmonia mes sëtanës dhe detajeve, e nuanca tjera të estetikës plastike. Mandej kemi edhe një linjë tjetër të veprave ku këtyne skulpturave me një që vinë nga një, se më duhet thanë që Sokoli vjen nga një shkollë e traditës skulpturale, një artist skulptor i mirëfill. Dhe këtyne veprave skulpturore ushtohen asemblazhe të objekteve industriale të gatshme, duke na ofruar personazhe hibride, ku përveç kësaj atmosfere plastike për cilën sapo fola, publikut i ofrohet edhe një terren për imagjinat dhe interpretim. Unë nuk do të nalem më gjatë në interpretimin e këtyre personazheve, po siç është edhe dëshira e vetë autorit, kjo pjesë i lehet imagjinatës publikut. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Unë tash si koleg, ju e them një dy fjalë, duke pas parasysh se këtë krijesë Sokolin unë e kam rritë që është i vogël, të e vadit edhe të ushqy me dritë shpirtit, kë në formën e një demiurgu, një zoti, sot më ka dhuru djalin e katërt, ose fëmin e katërt, më mirë me thanë, se të parën e kam arjen. Në këtë këndërshtërim do thoshe që Sokoli ka jetu jetën kërësisht në të pavarën. Unë i përkes një brezit kalum, kuptohet një periudhë, unë pata fatin me jetu dy epokat, epokën e realizmit socialist në një presionit totalitar, shtyps, dhe epokën e demokracisë liberalizmit absurd, pra 31-40 vjetra. Dhe jam në zjenje me dalu të dyja epokat. Kuptohet jo nga jam nga gjithë dhe kuptojmë si këmi të me një hop, nga i poetik e dyti.
pa dashme ma dallim vlerash. Ato kanë tjera vlera, kanë tjera vlera. Por do thosha konceptimi që i ka pasur Sokoli veprave të tija është universal. Gjetja është fantastike. Realizimi tekniko-profesional është i përsosur. Këto ishin fjalët e mia si koleg. Juve do ta shihoni vetë se cili nëpërmjet imagjinatës do të interpretoj vetë punët e tija, jeni të lirë dhe herë ju falenderoj. Këtë pikë s'kam që me folë ma dhe më thonë se folën tonë për mu gjithsesi më bën shumë përshtypje interesi që keni, që jeni tonë këtu sot, edhe me sinceritet ju them faleminderit që keni ardhur. Shpresoj që t'ju pëlqejnë ekspozita. Unë atë që kam pas me thonë, e kam thonë me gjuhën e formës. Tesh që me thonë tjetër, faleminderit për ju shumë.